Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë vitesh martesë, çifti i njohur i showbizit japin fund marrëdhënies. Lori Lerafin dhe Massimo Gianulli janë ndarë pas gati 28 vitesh martesë. Lori dhe Massimo jetojnë të ndarë tashmë, konfirmoi një përfaqësues i loginit në Page 6 të njëjtën. Përfaqësuesi shtoi, nuk ka asnjë procedurë ligjore në zhvillim e sipër. Lafin dhe Gianulli kanë 2 fëmijë së bashku, Olivia Jade 26 vjeç dhe Isabella Rose 27 vjeç. People ishte i pari që raportoi lajmin dhe të dy nxorën rezidencën e tyre në Hidden Hills për $16.5 milion në shitje në muajin shkurt. Lafin dhe Gianulli janë të martuar që nga 27 nëntori i vitit 97. Ajo ishte martuar më parë me bankierin e investimeve Michael Burns. Dyshja u vuni qendër të vëmendjes në vitin 2019 për shkak të përfshirjes së tyre në skandalin e pranimeve në kolegj. Në maj të vitit 2020, Lafin, 61 vjeç dhe Gianulli, 62 vjeç, u deklaruan fajtor për pagesën e $500.000 që dy vajzat e tyre të pranoheshin në Universitetin e Kalifornisë Jugore si rekrute të ekuipazhit pavarësisht se nuk ishin kanotazhe. Aktoreja e njohur më së miri për rolin e saj si Teze Becky në serialin Full House, gjithashtu ka luajtur edhe shumë filma të tjerë. Ajo vuajti 2 muaj burg në Dublin dhe u lirua në 2020 në dhjetor. Gianulli përfundoi dënimin e tij me 5 muaj burg në Lompak në prill të vitit 2021.